Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, e di që prisni gjithmonë orën 3 në orën 6, pra sot ishte dita e heqjes të imunitetit të Ballukut. Do me thënë, në atë parlament që shihni edhe ju vetë. Përsëri, sot të dashur shqiptar, nuk e hoq, e shtyn përsëri ditën dhe e ka shtyrë të dashur bashkëdhetar shqiptar ai që duhet arrestohet me emrin e ka Taulant Balla, së bashku me Niko Peleshi. Dashur shqiptar, 4 veta duhet edhe sot të paraqiqin për të hequr imunitetin, sidomos Niko Peleshi, Taulant Balla, Olsi Manja dhe Blendi Quqi. Pra, të dashur shqiptar, koha ka kaluar. Çdo gjë, çdo limit kaloi. E shtyn me njëri tjetrin. Sot, në vend që të hiqen imunitetin, sot zëvendësuan ministra, edhe hoqën Spiropalin dhe zonjën Balluku. Shqiptarët e mi, këta kanë përfunduar, ditët e tyre kanë mbaruar, për arsye se e shtyn çdo ditë, të kalojnë dita ditën dhe mendojnë se lufta e tretë botërore ka filluar dhe këta mendojnë ta shtyjnë. Po jo. Tu është përqendruar e gjithë Amerika. Plani i Amerikës është i përpiluar, i përfunduar se do bëhet Shqipëria me kufin natyror. Kosova, Malizi, Maqedonia Aleksandrit dhe Shqipëria dhe do mirret toka me bukur që ne ka marrë grekët që quhet Çambëria. Pra, të dashur shqiptarët e mi, ju e shihni parlamentin. Shikoj si ziren. Ja ke parlament, pavarësisht se ju se keni zgjedhur, por u ka ngelur që ju jeni në zgjedhje, që në fakt ju asnjëherë s'keni bërë zgjedhje sot e 85 vjet më parë. Nuk keni bërë zgjedhje. Gjithmonë kanë qenë nga jashtë, sidomos nga serbët, po ashtu serbët bën dhe atë programin dhe kushtetutën që janë sot. Pra, dashur shqiptar, ziren si qenë, sepse qenë janë. Edhe qenë e kanë pak. Ta në hajdut, ta në të rrugve, ta nuk di qa bërën. Ju e pat vetë si qeshinin, Sali Berisha i thoshte, po, të hoqje Edi Rama. Ajo i kthente përgjigje, Spiropali e kanë fjallën, pra këta tallën e janë tallur me shqiptarë. Sa do duroni dashur shqiptar tallit? Pra, unë përsëri sot kam punë, sepse unë do të deklaroj sot që me Ballukun do e tike imuniteti që duhet ta dërgoj sa më parë Spaku, si që përmenda, Niko Peleshi, Taulant Balla, Olson Manja dhe Blendi Quqi, miku dhe shoku i ngushtë i Edi Ramës, ju e dini fare mirë. Pra, nëse ka mundësi, të lutem, regjizor, mund të nxjerrësh fotot e 2 kryesorëve që duhet kishin mbaruar. Të dashur shqiptar, ju shihni në ekran Olsi Qela. Dhe ju shihni dhe Spakut Brahom. Lodin Brahom. Është i Spakut që paguhet nga Amerika me një rrogë moderne, që se merr dhe një kongresmen, aq merr para. Pra, unë për herë të parë po i them Olsit, Qelës, është prokurori i përgjithshëm dashur shqiptar. Të njihni mirë, ky zotni është prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë. Ky zotni në demonstrat duhet dërgonte prokurorët dhe t'i arrestonte në flagrancë terrorist ata që dogjen policat,
e sidomos demonstratën e fundit, që dogjën vilin e ish Enver Hoxhës. Atje brenda ishte 7-8 veta, do me thënë në flagrancë kriminal, ata që hodhë, do me thënë quen se janë djegur 5-6 veta brenda. Po ashtu, i Spakut, kryesori i Spakut që është gjedhur nuk ka kohë shumë, zoti Braho dhe zoti Qela, sidomos zoti Braho. Afati ka përfunduar i arestime. Çfarë pret? Sot ishte para të quajtur parlament, para deputetëve, heqja e imunitetit. Ja pra, nuk u hoq sot. E shtyn datën më 12. Pra e shtyn. Unë të kam thënë dije dhe par dije. Ti je kryetari i Spakut, zoti Bravo. Sa i e zgjedhur? I e betuar se do ti jesh 100% ligjit. Çfarë pret më? A pret që Balluku të iki? O ka ikur? Çfarë pret më dëshmitarët të ndryshojnë? Dosjet nuk janë 100 të dashur shqiptar flet, po janë me mira flet për Ballukun. Janë me mira flet për Niko Peleshin. Janë me mira flet për Ballën. Janë me mira flet për Çulin e për Manjanin. Manjanin. Janë me mira flet. Çfarë pret? Pse nuk e dërgon për arrest? Pse nuk e dërgon për heqjen e imunitetit? Ata nuk kanë imunitet. Po në flagrancë duhet të arrestohen. Rregulli i Spakut është çdo njeri që kapet në flagrant me $100, ata kanë miliona dollar, hotele, vila, makina mbi $300.000. Çfarë pret ti i Spakut? Paguesh nga taksat e amerikanëve. Je betuar para amerikanëve. Je betuar 2-3 herë. Je betuar para evropianëve sa ishe. Të lajmëruan, vazhdo ligjin, çfarë pret më? Pse s'lajmëron byron kombëtare? Ajo është si FBI. Ata kanë drejt të arrestojnë, jo policia. Se policia është Edi Ramës dhe Sali Berishës. Çfarë pret më? Durimi ka kaluar në publik. E kam fjalën për shqiptarë. Me mira më dërgojnë. Çfarë pret Spaku? Me mira më dërgojnë. Çfarë pret zoti Qela? Prokurori i përgjithshëm, përse nuk e arreston kur bëjnë demonstrat që hedhën benzin, ata quhen terrorist. Nuk ka emër tjetër, quhen terrorist. Duhet të arrestohen në flagrancë, pavarësisht se çfarë kanë. A kanë imunitet? As kanë. Pra, çfarë pret Qela? Çfarë pret Spaku? Sepse njerëzit mezi po presin. Çfarë pret që nuk ja dërgon pletën e arrestimit Ilsa Spiro Pali? Pse s'ja dërgon? Zonjës Kuqiu, pse nuk ja dërgon për arrest? Se kanë mbushur kupën. Zonja Kumbare, një nga hajdutet që ka vjedhur, s'ka lënë vend, Gjirokastër e deri në Tropoj. Çfarë nuk ka vjedhur? Sa herë ka qenë ministre zonja Kumbare? Zbarë dhëmët në parlament, duke vjedhur. Çfarë nuk ka shitur në Greqë? Ajo duhet ishte arrestuar me kohë, është në plan për të arrestuar. Çfarë pret për zonjën Kushi? Për çfarë pret? Pra, janë të gjithë për të arrestuar. Sidomos 4 veta duhet të dërgoshin sot për të hequr imunitetin.
Pra, balliu, çfarë pret? Nuk mund ta lesh arrest. Do me thënë ta lesh pa arrest, se është deputet, ai s'është kurkushi. Ai beri demonstratën dhe quhet demonstrat kriminale. Terrorizm, hyn në grupin e terroristave. Unë nuk do vazhdoj shumë sot, sepse në orën 6 kam shumë gjëra për të thënë, po me qenë se unë i kam të dy fotot, të njohin shqiptarët, fare mirë, të njohin prokurorin e përgjithshëm, zotin Qela, të njohin kryetar e SPAK-ut, zotin Braho. Nëse këta të dashur shqiptarë mbajeni mend, nëse këta nuk arrestojnë këto ditë, sidomos Ballukun duhet ta kishte arrestuar para 2 muaj, do baj përgjegjësi SPAK-ut. Edhe do bash përgjegjësi vetë ti, zoti Braho. Sepse pra të punje, nuk je atje kot, nuk e merr rrogën kot, e merr rrogën të bësh punën. Je i siguruar si familje, si person, çfarë pret më. Vetëm shqiptarët thonë, edhe Braua punon me Berishën e me Edi Ramën. A here fakti është, nëse ju, sidomos SPAK-ut, që varet nga Amerika, nëse SPAK-u i kanë vajtur ambasada shumë herë, evropianët shumë herë, gjermanët kanë vajtur dhe i kanë thënë vazhdo punën. Për vilin që u dojq, doli Franca, doli Gjermani, doli Evropa dhe tha është kriminale. Çfarë pret SPAK-u? A pret të digje Tirana? Apo pret të bet një në theshtat e mendoni se do humbin gjyrma? Jo. Ju duhet të arrestoni urgjent. Shqiptarët po presën pa durim. Dhe kanë të drejtë që shqiptarët po humbasën durimin ke SPAK-u. Po no, të dashur shqiptar, Amerika nuk e humb durimin. Amerika ata që paguan edhe $100, japën hesape, do t'japin në Amerikë. Sepse Amerika e mbron shqiptarët. Amerika është me 97% të shqiptarëve. 3% janë hajdutët, rrugaqët, anti-shqiptarët. Janë mizat e kalit, që a ka dhënë emrin. A here unë po i them kryetarit të SPAK-ut, bravo. Edhe zotit Qela. Me kë jini? Jini me 3% apo jini me 97% të shqiptarëve? Kjo shëgohet. Nëse ju nuk i arrestoni, detyrimisht hyni me 3%. Nëse ju rrini dhe mbani se hirë dhe vini flini zoti Qela vetë flet në parlament para 2-3 jave, te që është dënuar 35 vjet. Po çdo njeri po t'i thuash i dënuar 1 vit, largohet. A do me thënë i thonin përpara për të larguar, ti thuash tjetrës që ti do dënohesh 35 vjet dhe të gjithë fjalët që ke thënë me dyer mbyllur. Ata të 10, 5 janë bashkë, po gjbejnë sikur si janë bashkë. I nxuar të gjitha, çfarë ke thënë? Pra, zvenc kryeministra e di çfarë ke thënë gërm për gërm. E si mund të presja kur ti thuash tjetrit do dënohesh 35 vjet? Zoti i SPAK-ut, kryetari i SPAK-ut, unë nuk kam thënë që disa brenda do arrestohen nga e kanë dëmtuar SPAK-u. Por Amerika e merr punën me avash, ama ku përfundon nuk dalën nga burgu më. Sepse keni hyrë në një rrugë, keni hyrë në rrugën e Amerikës. Sepse ato para që paguani janë parat e Amerikës, janë parat e taksave, dhe taksat e Amerikës nuk shkojnë kot. E në Amerikë nëse një president, o një senator, o kongresmen, vjedh parat
e taksave, se ata paguajnë nga taksat, vjen në burg e s'dalin me. Edhe dënimi është mirënd, o shqiptar të mi, është mirënd, dënimi është për senatorët, për deputetët, për kryetarët qeverisë. Për shembull për Shqipëri, dënimi mirënd është për të quajtur presidenti që keni juve Bahamin, për kryeministrin, për deputetët që quhen janë njerëz gjoja intelektual, pamarësisht, që janë minjorantë, me alfabetët që ka patur historia e Shqipërisë. Po marrën dënimin më të rënd, se janë me paramendim. Vilin që e dogjën me paramendim. A here, pse nuk e dogjën? Ku rrëzuan fabrikat, ku prishën fermat, ku s'lan gjë pa djegur e pa prerë, ku shitën tanket, kur i prishën, i shitën për skrap. A here, pse si dogjën vilat? Po gjoja sot e djegën vilan, atë vilin që ata kanë qenë për 46 vjetë, pra dashur shqiptar, kjo është mashtrim që u kanë bërë juve, pra shqiptarët e mi, duroni, e di që më dërgoni shumë, keni humbur shpresat nga spaku, po jo, jemi ne dashur shqiptar, nëse spaku nuk i arreston, do arrestohen nga tjetër dhe do filloj që nga spaku dhe deri fundit arrestimi. Ne po presim. Amerika pret. Evropa po pret. Po pak më intereson për Evropë. Amerika po pret se taksat e Amerikës nuk shkojnë poshtë. Ai person që vjedh $1, edhe ai person që tallet me dollarët amerikan e gjen vendin, edhe nuk del sa ti është gjarë, edhe fëmijët e stërnipat që ka. Pra, Zoti Qela, përsëri, Berisha duhet ishte arrestuar e duhet të arrestohet nga ju vetë, nga ju Zoti Qela. Si kriminali që janë, a i shini se gjbejnë në parlament, a i shini se tallen me parat e shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë bukë, të dashur shqiptarë. Erdhi fundi i të gjithëve këtyre. Unë nuk kam thënë të gjithë në parlament do arrestohen. Mund të ngelen 2-3 veta pa arrestim. Të gjithë kanë vjedhur, të gjithë kanë bërë poshtërsit më të mëdha. Të gjithë janë bashkë, bëjnë skurziren dhe kur zbresën në kafenen e tyre, tallen me shqiptarë. Tallen me shqiptarë. Pra shqiptarët e mi, mos u mërzitni, mos i dëgjoni televizorët që zjenë të natën mbrëm dhe sot ka 3-4 ditë rresht që thonë Irani do t'i bjeri Shqipërisë. S'është e vërtet, pra është do gjë në kontroll, Irani do bi luftën atje ku ka dërmend për të bërë luftën, nuk na intereson se që ndodhi Francës, se që do t'i ndodhi Englezëve, se që do t'i ndodhi Greqisë. Ne na intereson toka e Shqipërisë me kufin natyror. Pamasi se është trubulli në Shqipëri, si këtu e në Kosovë, ziren për postet e tyre, ziren për të vjedhur sa më shumë shqiptarët, si në Kosovë edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, e në Maldëzi, vetëm duan të vjedhen dhe bashkëpunojnë me të huaj. Po shqiptarët e mi, si që kam thënë, ditë e zeza janë, po jo për Shqipërinë. Janë për ata që na kanë coptuar, janë për ata që na kanë vrarë me shekull e me shekull, por erdhi fundi i këtyre 85 vjetë që na vranë, na vodhë, i shpunë të rinë për të detit, i kalen të rinë në përburgjet e Evropës qëllimisht që të mos këtheshin, do me thënë, sepse ata ndjem e vajza, të rinj e të reja, janë që kombi shqiptar ka nevoj për ta. O sot, o kur, sot ka nevoj për intelektualit, zgjoni intelektual, mjanë dhe në gjumë, më thonë, që unë po i lexoj këto ditë, më thonë që nuk jemi në gjumë, po në gjumë jeni, sepse jeni në gjumë, që ata njerëz që vjen në demonstrat për të djegur, ata nuk janë normal. Do me thënë, vjen demonstrat që të hynë në burg, vjen demonstrat
për të djegur me bezin djemt shqiptar të policisë. Ja pra të dashur shqiptar, erdhi koha juaj, po e përfundoj zoti Qela, zoti Brown, shkoni drejtje në syt, unë nuk jam kot këtu, nuk kam erdhur kot në Shqipëri, unë jam birë stërgjyshi shqiptar. Familja ime i gjithë i ka shkrirë me pasuri, me tregti, me fabrika, me të gjitha i ka shkrirë për çështjen e kombit. Dhe unë do shkri dhe jetën për kombin tim. Nuk më intereson me për jetën time, për arsye sepse dua kombin të ngjetë të kem. Kombi im është në gjumë. Kombi im ka rënë në gjunjë, ka rënë poshtë, i kanë hypur këta rrugaqët e maraushgat, e mizat e kalit, edhe anti-shqiptarët i kanë hypur me qafë tallen. Gjoni vëllezër, gjoni që erdhi koha, zyrën i kemi për ju. Nuk bëjmë batrapas dhe këtu, nuk bëjmë korrupsion këtu, po bëjmë për çështje kombëtare. I ftoj të gjithë, nga Maqedonia, shqiptarë, nga Malizi, nga Kosova që po bëj sherrë për të zgjedhur president, nuk keni për të zgjedhur asgjë, po mos ngritet këtë flamur. Me atë flamur që keni kosovar të dashur, nuk është flamuri juaj, ky është flamuri juaj. Pra nuk keni për të zgjedhur përsëri qeveri teknike, po do dalin njerëz të rinj. Pra, shqiptar e njëherë, zoti Brown, zoti Qela, sa më para arrestohet se përndryshe do dëmtoni veten tuaj. Miru pafshim të dashur shqiptar në orën 6.